Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Dhimbja e kokës vjen për shkaqe të ndryshme, por ajo është vërtet mjaft shqetësuese. Nëse jeni duke punuar apo studiuar, vërtet që nuk do të mund të përqendroheni në punën tuaj nëse keni dhimbje koke. Por përveç medikamenteve, ka edhe një mënyrë të thjeshtë natyrale me të cilën mund të luftoni këtë dhimbje. Dhe përbërësit janë ujë, lëng i shtrydhur i linjë limoni dhe 2 lugë çaj krip. Kombinoni këta përbërës dhe pijani atë. Prisni për disa minuta. Gjërat që ju duhet të mbani në mendje kur zgjidhni këta përbërës, përfshini edhe kripën e cila duhet të jetë e cilësisë të mirë. Ngrënia e kripës është provuar se rrit nivelet e serotoninit. Kjo ndihmon për të parandaluar dhimbjen dhe inflamacionin. Por, në fakt, duhet të dini se këto përbërës ndalojnë pikërisht dhimbjen e kokës ose migrenën. Por ajo çfarë duhet më parë në fakt të dini është shkaqet se pse kemi dhimbje koke. Së pari është dehidratimi, që është edhe rasti më i zakonshëm. Çekuilibri i elektroliteve, stresi, konsumi i alkoolit, alergjia, si dhe mungesa në vitamina dhe minerale. Shpeshherë keni oreks për ushqime, të cilat i keni të ndaluara gjatë kohës që jeni në dietë. Heqja dorë nga ushqimet e ndaluara, si ëmbëlsirat apo ushqimet e ndryshme, në fakt ju ndihmon që të humni peshë, por ndikon edhe në shëndetin tuaj. Disa nga mënyrat për të hequr dorë nga ushqimet që nuk janë të shëndetshme janë: së pari, konsumoni ushqim të shëndetshëm, të përgatitur në mënyrë natyrale. Çka do të thotë se duhet të heqni dorë nga hamburgerat dhe picat që janë shumë të dëmshme për shëndetin. Së dyti, konsumoni shumëllojshmëri të ushqimeve. Shumëllojshmëria e ushqimeve ju ndihmon edhe gjatë kohës që jeni në dietë. Ndaj, është mirë që brenda ditës të konsumoni deri në 20 lloje të ushqimeve, të cilat nuk përmbajnë shumë kalori. Së treti, zgjidhni ushqime që treten lehtë. Sipas studimeve, është e preferueshme që brenda ditës të hani 5 racione të vogla që përfshin 2 fruta në ditë dhe drithëra, gjë që ju bën të ndiheni të ngopur pas ngrënies së tyre. Studimet e fundit nga Universiteti i Helsingit kanë treguar se mungesa e gjumit është e lidhur me problemet në zemër dhe tru. Kështu kërkimet kanë treguar se ata që flen më pak se 8 orë në ditë kanë më shumë gjasa të preken nga nivelet e larta të kolesterolit, që ndikon drejt për drejt tek zemra juaj. Gjaku nuk qarkullon si duhet e zemra juaj punon me vështirësi. Vilma Aho, një eksperte nga Universiteti i Helsingit, ka thënë se sistemi imunitar i njeriut bie me mungesën e gjumit. Sipas saj, njerëzit duhet të ndjekin një rregull që të flenë minimumi 8 orë në ditë. Ky studim është publikuar në revistën Scientific Reports. Përveç se ju i shëndetshëm, ushqimi i shpejt apo siç një ndryshe fast food mund të fshehë edhe një rrezik tjetër. Ai ka të bëjë me ftalatet, substanca kimike që ndodhen në plastikën e përdorur për ambalazhin apo pirujt e fast foodeve. Alarmi vjen pas publikimit të një studimi të kryer nga Universiteti George Washington, i cili ka analizuar gjendjen shëndetësore të 9000 personave konsumues të rregullt të ushqimit të shpejt. Tek këta persona, niveli i ftalateve ka rezultuar 40% më i lartë. Ftalatet janë pjesë e një përzierje kimikatesh industriale që përdoren për ambalazhet dhe konfeksionimin e ushqimeve. Studimet e kryera më parë kanë nxjerrë se këto substanca mund të kontaminojnë ushqimet, në mënyrë të veçantë ato të përpunuara, duke sjellë probleme shëndetësore. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.